Ndotja moderne, mikroplastikat, toksinat, detergjentët që përdorim, veshjet, çdo gjë që konsumojmë, a jemi të vetëdijshëm, të ndërgjegjshëm se sa dëme po shkaktojmë pikërisht nga ky komoditet i madh që na ka karakterizuar në kohët moderne. A jemi ende në kohë për të ndryshuar diçka, apo tashmë dëmi është bërë edhe nuk kemi mundësi për të pastruar dhe shëruar veten, se si po na ndikon mikroplastika, nanoplastika në shëndetin tonë, në hormonet, në fertilitet, po ashtu ka studime e shumë sëmundje të tjera. Për këtë bisedë kam në studio një nga zërat më të fuqishëm dhe më të rëndësishëm në këtë fushë që studion me shumë detaje këtë pjesë, është shkencëtare, është drejtoresh shefe departamentit të biologjisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës. Ka formim në biokimi, biologji molekulare, bioteknologji, me studime dhe jashtë Shqipërisë, e përfshirë në shumë projekte kërkimore dhe programe doktorature, si edhe bashkëpunime ndërkombëtare. Ajo studion stresin në nivelin qelizor dhe si reagojnë organizmat ndaj ndotjes, ndaj mikroplastikave, ndaj efekteve të metaleve të rënda, pesticideve e të tjerë. Pra, ajo nuk do na flasë sot thjesht teorikisht për plastikën, sepse ajo studion realisht se si toksinat ndikojnë deri në nivelin qelizor, që është shumë e thellë dhe më serioze. Pse e kam ftuar zonjën Valbona Aliko? Sepse kam mbi 100 publikime shkencore dhe shumë pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare, drejton kërkime mbi biomarkerët e dëmtimit, pra si matet dëmi i faktorëve të jashtëm brenda organizmit tonë. Pjesë e iniciativave për komunikimin e shkencës me publikun dhe është pra një nga shkencëtarët që studion atë që ne nuk e shohim, dëmtimin e heshtur që çdo ditë po dëmton qelizat tona nga ndotja. A ka një mundësi shpëtimi? Le ta pyesim dhe të ndiqni këtë bisedë interesante që të zhvilloj me zonjën Valbona Aliko. Kënaqësi që ju kemi këtu. Shumë faleminderit për ftesën edhe për mundësinë për të folur për gjëra të rëndësishme për shëndetin dhe jo vetëm për shkencën. Dhe do doja që të ishim edhe shumë konkrete dhe praktik për publikun për të na kuptuar realisht se çfarë duam të nxjerrim nga kjo bisedë. Zonja Aliko, a është vërtet që njeri mund të konsumojë sipas googlimit që kam bërë mikroplastik sa një kartë krediti në javë? Okej, kjo është një thënie e bukur për të ilustruar atë që në fakt është e vërtetë, që ne sot e kemi ndotjen plastike evidente, pra e njohim, shkenca e pranon, e kemi gjetur, kudo në për organizmin ton, të kafshëve, në natyrë, pra jetojmë në plastik dhe për këtë nuk kemi dyshim më. Gjithë pikpyetja tani dhe detyra jonë është të kuptojmë se si kjo na ndikon në organizëm dhe çfarë ndodh brenda nesh. Kështu që unë do thoja le ta marrim atë kartën si një sinjal që të na ndërgjegjësoj, po jo si një masë reale, sepse varet shumë si konsumojmë, sa konsumojmë, pra kujdesin apo rritet që ne kemi çdo ditë. Kështu që nuk mund të jetë këtë të tërë e njëjta sasi, pra sasia është në fund fare çështje ose pasqyrë edhe mënyrës se si ne jetojmë. Po gjithsesi mund ta pranojmë, marrim dhe mund ta pranojmë dhe mund të jemi le themi të friksuar nga komoditeti që koha moderne po na jep, por rrezikshmëria është më e lartë se sa dikur, pra fëmijët tanë gjithmonë po rriten me këtë lloj ngarkese në trupin e tyre. Atëherë, shkenca ka treguar që të paktën nga vitet 2016 deri në 2024 është rritur me 50% për themi prania e mikroplastikës në organizma. Dhe kjo rritje është alarm, në kuptimin që duhet jo vetëm ta dim, por të marrim masa. Kështu që në këtë kuptim unë do thoja që ndërgjegjësimi duhet jetë i lartë, frika nuk ka vend për panik, por gjithsesi nuk mund të themi që nuk duhet ta konsiderojmë dhe ta lëmë aty më njanë sikur s'ka gjë, është një të themi fakt i jetës moderne, por ndoshta mund të jetojmë në më pak komoditet për të patur më shumë shëndet. Më shumë shëndet, shumë e bukur dhe kjo. Pra, rritja e komoditetit, sa më shumë komod, aq më shumë të rrezikshëm jemi ka një çmim edhe komoditeti. Edhe ato shishet e plastikës, kështu edhe shumë mjete të tjera, veshje. Kur themi rreziku nga mikroplastika, për çfarë konkretisht është fjala? Ku e marrim nanoplastikën në gjithë ciklin ton të jetës?
Atëherë nëse do shkonim shumë pak mbrapa në histori, gjithë ideja e krijimit të plastikës që u pasi një shpikje për kohën, sepse lehtësoi nga shumë materiale të tjera të rënda. Pra në momentin që ajo filloi të prodhohej, lehtësoi shumë jetën e njerëzve. Mjafton t'ju themi që kur shkojmë në një piknik, është shumë më komode, të marrim gjithçka me vete, një përdorimshe dhe ta hedhim në fund të piknikut. Pra nuk kemi nevojë të lajmë aq shumë anvisat që lodhen nga kjo gjë. Që tek mbulesa që shtrojmë që është plastike, që tek gotat, pjatat plastike, veshjet tona kur janë plastike, domethënë kur janë sintetike, që janë të prodhuara me fibra plastike, jetojnë më gjatë e gjitha këto, por ama kur ne i lajmë në temperatura të larta, apo kur ato rinë në rrezet e diellit, pra gjithmonë temperatura, këtë plastikën e madhe, imagjinoni një qese pazari, ajo fillon edhe zbërthehet, coptohet, bëhet në plastika më të vogla, gjithmonë më të vogla, vemi tek mikroplastika që maksimumin e ka tek 5 mm, pra një grimc 5 mm, dhe akoma dhe më e vogël bëhet sa madhësia e një virusi për shumë. I padukshëm, kjo është nanoplastika. Gjithsesi në çfarë është më e vogël se 5 mm e përfshin me një emër dhe i themi mikroplastik. Nanoplastika duke qenë aq e vogël, kalon gjithë barierat qelizore, pra mund të futet brenda qelizave tona, sepse hyn nëpërmjet poreve që ka membrana ose të themi veshja e qelizës. Dhe kjo është dhe më e rrezikshme për shëndetin tonë. Sepse është e pamundur të largohet. Po, kjo depërton dhe studimet kanë treguar tashmë, ky është fakt i pranuar, që ne e kemi në gjitha organet jetësore. A ka studi konkrete si janë bërë ato që të tregojnë pikërisht to fakte që në një trup, në një organizëm është gjetur nanoplastik? Atëherë në 2024 ishte një publikim në Science, është nga revistat më prestigjioze në fushën e kërkimit, ku një studiues anglez, ndjes për emrin, nuk më vjen në këtë moment, gjeti mikroplastik në trurin human. Për herë të parë u raportua që edhe në tru. Dhe për ta bërë pak të kuptueshme për publikun, qarkullimi i gjakut që na furnizon trurin, ne kemi një lloj bariere, pra jo çdo gjë nga gjaku mund të kalojë në tru. Se thua vetë trupi ka mekanizma shumë të mirë kontrollues që të mos lejojë hyrjen e baktereve, gjërave në tru, sepse është një organ shumë i rëndësishëm. Mirë po, nanoplastika, pra kjo e vogla fare, na hyn në tru në dy rrugë. Na hyn një përmes qarkullimit gjakut, pra kur ne ushqehemi e marrim dhe ushqimi përpunohet, tretet, përthithet në nivel nezor dhe kalon në gjak dhe vazhdon, por edhe nëpërmjet inhalimit ose nëpërmjet marrjes frym, sepse neve kemi një rrugë të shkurtër për drejt trurit, që është ajo e nuhatjes. Për shembull, kur ne degustojmë verërat ose pijet e ndryshme, po të kemi vënë re, ne i mbajmë pak në gojë edhe ai avujt e alkoolit kalojnë për shembull dhe ne na shkon shumë më shpejt në tru. Kështu që fakti që po themi përdoren ose organizmi përdor dy rrugë, e ka bërë ndoshta që truri të jetë një nga organet që janë gjetur më shumë nanoplastika. Si reflektohet prania e nanoplastikës në tru? Në çfarë shenjash, simptomash? Tani, i njëjti studim sigurisht është bërë mbi organizma të vdekur, sepse është e vështirë të eksperimentosh me njerëz normalisht, dhe ndër pra të gjithë trut e atyre njerëzve që u morën në studim e kishin të pranishëm nanoplastikën dhe pastaja në atë grup u pa që ishte më e lartë përqindja tek njerëzit që ishin ose kishin pasur, se normalisht janë të vdekur, me sëmundje neurodegenerative. Pra mund të bëhet një lidhje e tillë e këtyre sëmundjeve nga ngarkesa metaleve. E ardhur ky fakt duket si një lidhje, por më lejon vetëm një gjë të vogël që mos të kryejmë edhe panik tek njerëzit. Ideja është që organizmat tanë kanë një mënyrë, si thua, pra kanë shumë mekanizma, që përpiqen të ruajnë një lloj ekuilibri. Që do të thotë, neve kemi brenda nesh sistemin mbrojtës, i cili është rojtari ynë, pra i organizmit tonë, dhe ndërkohë agjentët e ndryshëm që vinë dhe na sulmojnë përfshi dhe nanoplastikën. Në këtë rast, ky ekuilibër do të prishet në rast se të themi faktorët agresiv nga mjedisi,
nanoplastika janë më lartë se sa faktorët mbrojtës. Kështu që gjithë loja bëhet në prishjen e këtij ekuilibrit. Që të thotë ne duhet të forcojmë trupin, organizmin tonë. Normalisht ne duhet të kujdesemi që të mbajmë sistemin ton imun sa më të shëndetshëm, ose sistemin ton mbrojtës sa më të shëndetshëm. Ndryshe kalojmë tek ai që juaj quajtët nga studimet stresi qelizor. Çfarë është stresi qelizor konkretisht? Stresi qelizor është pikërisht kjo që qeliza nuk është në ekuilibër, pra nuk është në paqe. Po. I dominojnë faktorët që si thua e sulmojnë. Dhe ajo, pavarësisht mekanizmave të vetë që ka për t'ja dalë, nuk ja del dot sepse janë më shumë. Pra agresuesit dhe kalojmë në një gjendje ku qeliza është, ne e quajmë inflamacion. Pra është një lloj alerti, është tërkohën në alert, në stres, dhe kur qeliza është në stres, kjo pastaj e dëmton shëndetin e qelizës më së pari, të molekulave të ndryshme në të, dhe pastaj gjithë indit, organizmit dhe kështu me radhë. Ndaj ai stresi afatgjat nuk është asnjëherë i mirë. Se pak stres qeliza e do për t'u aktivizuar, për t'u mbrojtur. Është stresi i jashtëm që shkakton drejt për së drejti sëmundje, siç na është thënë, pra stresi kronik shkakton sëmundje deri në ato sëmundjet e rënda, apo ndodh një proces tjetër që i stimulojnë ato sëmundjet që janë në heshtje, të fjetura? Atëherë ka një të vërtet në këtë që thatë juve, që organizmat tanë, po dhe të kafshëve, bimëve, pra gjithë gjallësave, të gjendur në këtë stresin e gjatë, ose në këtë situatën stresante, afatgjate, kronike, bën që të mos jenë asnjëherë eficiente maksimalisht, ose optimalisht, paktën, që të na mbrojnë në momentin kur vjen një stresant tjetër. Dhe mikroplastika, për shembull, me vjetrimin e vet bën një sipërfaqe të ashpër ku mund të bashkëngjiten, pra të qëndrojnë mbi të, baktere, metale të rënda. Kështu që efekti i mikroplastikës, mbase nuk është i drejt për drejt, ose nuk mund paktën ta themi shkak pasojë, por të gjitha së bashku kontribojnë që ky stresit mbetet i tillë, pra qeliza mbetet gjithmonë alerte, dhe në fund fare ne kemi një organizëm jo të shëndetshëm. Të shëndetshëm që reflektohet pastaj me sëmundje të tjera. Përveç se mikroplastikës të gjendur në trurin e individëve, a ka prova të tjera, studime të tjera që mikroplastika është gjetur në gjak patjetër, në organe të tjera, dhe si lidhet pikërisht prania e mikroplastikës në organizmat njerëzor me shfaqjen e sëmundjeve? Shumë studime që kam shfletuar, që kam parë, tregonin dhe një të fort edhe me fertilitetin. Pra, në çifte të caktuara është bërë çdo gjë për të mbetur shtatzan, për të sjellë në jetë një fëmijë, por është gjetur në fund fare që pikërisht edhe mikroplastika ka ndikuar në fertilitet. Tani, që t'i jap përgjigje pyetjes tuaj, unë po ju sjell një shembull konkret nga kërkimet që ne bëjmë në laborator në fakultetin tonë, ku unë në fakt jam më e fokusuar në studimet në kafsh, pra të mikroplastikës në kafsh. Dhe çfarë kemi bërë? Kemi gjetur sa mikroplastik ka në mjedis, për shembull në një lagunë, që është laguna Karavastas, në një studim që kemi patur, dhe atë sasi mikroplastike ja u kemi ekspozuar larvave të bretkocave, për shembull, pra në organizmat e vegjël të tyre. Dhe kemi vënë re që ato ose nuk rriten fare, pra mbeten ashtu, sepse bretkocat bëjnë metamorfozë. Për fëmijët për shembull e din këtë nga biologjia, që domethënë kalojnë disa stade zhvillimi derisa vjen tek organizmi i rritur. Dhe këto stadet janë pak si embrioni ynë brenda trupit të nënës, që është i ndjeshëm ndryshe në faza të ndryshme të zhvillimit. Kështu që pra mikroplastika ka ndikuar tek këto në disa mënyra. Një për shembull duke ju ulur sipërfaqen e përthithëses së lëndëve ushqyese në nivelin e zorës, sepse e bllokon. Tjetra është që e çon qelizën në këtë stresin oksidativ, në këtë gjendjen e alarmit, dhe si thua gjithë energjia që ka organizmi nuk shkon për të rritur, por shkon për të luftuar inflamacionin ose stresin. Kështu që nuk rriten mirë. Dhe do thot dikush po mirë, çfarë lidhje ka kjo? Po ka lidhje se nëse të vegjëlit nuk rriten mirë, do të thotë që nuk bëhen të rritur, do të thotë që gjithë ai grupi i organizmave mund të zhduket nesër, kështu që ka këtë impaktin. Tani duke ditur që organizmat tanë janë të ngjashëm në shumë gjë me edhe të kafshëve, mund të ekstrapolojmë dhe të mendojmë që edhe te ne ndodhin procese të tilla fiziologjike. Sigurisht studimet e njerëzit, unë ju thash dhe në fillim, janë pak më të vështira për të bërë, dhe shkenca sot është tek pikërisht kërkimi këtyre mekanizmave të brendshëm që çfarë ndodh
realisht. Po, vetëm Dhe në lidhje me hormonet e riprodhimit, një gjë që mikroplastika bën është që imiton disa hormonet natyral të trupit, dhe kur këto hormonet natyral lidhen te qelizat tona për t'ju dhënë një mesazh, në vend të hormonit lidhet mikroplastika. Dhe kështu që këto quhen ndryshe dhe çrregullues endokrin ose çrregullues hormonal. Domethënë në vend që një rrugë hormonale të shkojnë në një drejtim, shkon në një drejtim të gabuar. Qartë. Dhe kjo reflektohet në disbalanca hormonale, të cilat vinë që në moshë të vogël ditë të sotme. Pikërisht. Dhe kjo i bën që në disa studime, ndoshta sporadike, në shumë të rinj për shembull, po edhe mosha e mesme, pra mosha fertile, të mos jetë fjala vjen sperma aktive. Kjo të regon shumë për, jo vetëm për mikroplastikën, por patjetër edhe për faktorët të tjerë, ju përmendët që parë metalet e rënda, të cilat i ndeshim edhe ato në përditshmëri që është një tjetër temë. Ne jemi të ekspozuar ndaj kimikateve të shumta. Prandaj desha këtë kujdesin për të thënë që nuk duhet ta marrim që mikroplastika bën vetëm kjo që bën këtë gjë, sepse organizmi thash është pak shumë i ndërlikuar për të bërë lidhje të tilla të drejtë për drejta. Por gjithsesi, fakti që ne në eksperimentet tona bëjmë ato që i quajmë prova kontrolli dhe prova me ekspozim. Pra, pa i ekspozuar dhe me ekspozim. Dhe ti shikon ndryshim, do të thotë që patjetër që këto kanë një efekt. Pastaj për ta matur efektin duhen ato biomarkerët ose ato treguesit biokimik, fiziologjik, si analizat e gjakut që bëjmë në laboratore. I kemi kushtet, pra ju në nivele më të gjëra në vendin tonë bëhen këto analiza, këto studime dhe ku çohen? Domethënë bota si po e trajton në krahasim? Ka dy mënyra si mund t'i përqasësh. Njëra anë është të masësh kemi apo s'kemi mikroplastik brenda organizmave dhe kjo bëhet sepse edhe ne e kemi bërë, pra ti merr lëngjët i trajton në mënyrë të caktuar sipas protokolleve të caktuara dhe ti i gjen që janë të pranishme aty. Ato duan dhe një lloj mikroskopie të veçantë për t'u parë dhe i gjejmë që i kemi. Pastaj për të matur efektin e tyre, kjo është pak më ndërlikuar, por mund të matin disa tregues që vinë nga stresi qelizor. Vetëm se kujdesi në interpretim do të jetë që në qoftë se tregojmë që kemi stres qelizor, jo domosdoshmërisht mund të vinë nga mikroplastika. Sepse janë të faktorë të tjerë. Se mund të jenë dhe metalet e rënda dhe gjithë të tjerë që dhe ju i përmendët. Prandaj do kujdes në interpretim, por patjetër që ka mënyra për të kuptuar që ku jemi. Ku jemi. Ju më përmendët pak më herët, përmendëm rrobat, përmendëm shishet. Le t'i tregojmë tani publikut se si po e marrim mikroplastikën. Disa shembuj, që tek enët, që tek veshjet, si e kuptojmë, treguat një shembull me hekurin dhe pastaj dua t'i dëgjoj dhe publiku. Atëherë, për zonjat anvisa, të gjitha e kanë vënë në re që mbasi mbarojnë hekurin, po të pastrojnë dysheme nën tavolinën e hekurit, do gjejnë një shtres plur, thonë ato, por në fakt po ta shohësh në mikroskop, ti ke prani mikroplastike. Nga ka ardhur nga larja e rrobave me detergjent, pra prishja e fibrave, copëzimi, dhe ti e gjen. Po kjo, siç bie për tokë, e ke edhe në ajrin e shtëpisë. Pra në mikroplastikën e marrim dhe përmes frymarrjes. Ne marrim në të gjitha mënyrat, nga frymarrja, me prekje, me ushqim, me ujë që aq e vogël sa depërton. Sepse është aq e vogël sa mund ta gjesh kudo dhe në fakt është gjetur në të gjitha mjediset. Tani si shpëtojmë nga kjo, duhet kuptuar dhe kjo që ne nuk do shpëtojmë dot ndonjëherë, pra të jemi zero mikroplastik ose zero plastik. Nuk e kemi. Por ne mund të bëjmë më të përgjegjshëm. Por ne mund të bëjmë zgjedhje të zgjuara, që do të thotë. Te veshjet duhet të fillojmë të heqim nga rrobat tona, në blerjet tona, rrobat sintetike. Dhe mund të tentojmë drejt rrobave pambuk apo lino, që janë fibra natyrale. Dhe në këtë rast, jo vetëm që kemi shpëtuar nga mikroplastika, po kemi ndihmuar veten edhe drejt higjienës, sepse janë në kushtet e temperaturave të larta, ngrohjes globale apo klimatike, këto fjalët që përdorim, pra në këto kushtet e reja na mban më freskët një bluzë pambuku apo linoje apo mundafshi, sesa një veshje plastike, do të thonë veshje sintetike. Tek enët, tek mjetet që përdorim. Tek enët duhet të tentojmë drejt enëve metalike, po kujdes me këto enët që nuk ngjisin, sepse ajo shtresa që kanë për të mos lejuar ngjitjen, mund të vijë me materiale që vijnë plastike.
ose duhet të heqim dorë nga ushqimet e procesuara. Kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë do të thotë? Ose ushqimet e përpunuara. Pra ushqimet e gatshme, të blerat gatshme apo gjatë gatimit, pra të preferojmë më shumë ushqimet e gatuara në mënyrë të shëndetshme në familje, duke eliminuar këtu mbas edhe zgarat, sepse ne kur pjekim ushqimin, mishin apo në zgara, ato yndyrnat e djegura formojnë substanca kancerogjene, të janë të provuara tashmë. Kështu që duhet i shmangim. Kush është zgjidhja më e mirë? Të zjejmë në avull, për shembull. Pra, perime të zjera në avull, gjysmë të zjera, si thua, jo deri në fund, që mos humbim vlerat, është një mënyrë shumë e mirë për të mbrojtur nga këto faktor. Po tek enët, sepse kam vënë shumë zonja që ato gjellën e mbetur e ruajnë për pak, vendosin frigorifer dhe vendosit e enë plastike. Tani, vetëm vendosja e gjellës së nxehtë është e dëmshme, apo dhe vetë nëse e ftojmë te tenxheria dhe e ruajmë në enë plastike, edhe kjo është e dëmshme? Atëre, mikroplastika ose plastika shumë e ndjeshme ndaj nxehtësisë. Kështu që një nga faktorët që stimulon atë zbërthimin e saj është temperatura e lartë. Kështu që çfarëdo lloj ushqimi sapo gatuar i nxehtë i futur në plastik nuk është i shëndetshëm. Vetë faqet e brendshme të enës plastike do lëshojnë ca lloje produktesh, midis tyre dhe mund ta kenë dëgjuar ftalate, bisfenole, që janë karcinogjene për shembull, janë të listuara në listat e substancave karcinogjene. Kështu që për këto duhet i shmangim. Kur ti e vendos në frigorifer, pra është ftohur gjella dhe pastaj e fut te kjo, ulet pak risku. Por gjëja më e zgjuar, më e mirë, do të ishte një enë e qelçt. Dakor, peshojmë pak më shumë, por lahen më mirë, sepse mund t'i lash në temperaturë dhe qelçi më dhe yndyrnat në një enë plastike mezi largohen. Plastika me kalimin e kohës vjetrohen, mban dhe baktere përtej mikroplastikave që përflasim. Kështu që e ke më të shëndetshme në enë qelçi. Pra mund të tentojmë të heqim enët plastike dhe të futim sa më shumë enë qelçi, apo edhe bambu, druri. Janë disa enë sallate për shembull. Ato janë më natyrale. Qartë. Si t'ja bëjmë me ujin? Sepse që këtu ka filluar debati në shishet, në bidonat plastike, në ato bidonat 5 litrosh që qëndrojnë vend pa vend, pa edhe në rrezet e diellit që ndoshta tani në verë bëhen më të rrezikshme. Atëherë, në rastin e ujit, një zgjidhje e zgjuar do të ishte vënia e filtrave për ujin. A janë 100% të sigurta? Tani ekzistojnë lloje të ndryshme filtrash, por ata që janë, si thua, më të sigurt drejt kësaj gjëje që po tentojmë dhe duam ne, janë ato që quhen me osmozë reverse, është një mekanizëm i ndërlikuar, po të paktën ata garantojnë, kanë filtra, se mbase kjo është më e kuptueshme, kanë filtra me pore shumë të imta, sa nuk lejojnë mikroplastikat, madje edhe nanoplastikat, në raste të caktuara. Kështu që këto filtrimi pra i ujit e ul shumë ngarkesën, por përsëri, domethënë duhet ta përdorim me enë qelçi, ose nëse e ruajmë në kane apo në shishe, mundësisht të jenë qelçi, po edhe kur e pim normalisht me gota të qelçta. Këto filtra, me këto pore kaq të vogla, përveç se, do shpëtojmë nga mikroplastika apo bakteriet e tjerë, po a mos ja pakësojnë pak vlerat dhe ati ujit të rubinetit, si mund ta përmirësojmë pastaj? Po, nga një keqe del një tjetër. Po, e vërtet është edhe kjo, por normalisht uji që filtrohet në të gjitha llojet e filtrave ka një lloj humbje në kriprat që ai përmban, midis cilave po përmend vetëm 2, që janë natriumi, kaliumi, kalciumi, që janë nga ato mikroelementët shumë të rëndësishëm për funksionimin e gjithë sistemeve tona, organeve tona. Por ne mund t'i zëvendësojmë këto duke hedhur 2, më e thjeshta fare, 2 kokra krip. Pra ta rimineralizojmë. Për ta rimineralizuar. Përndryshe, përsëri industria ka filluar prodhon tableta që mund të përmbajnë një përzierje kriprash për t'i patur dhe në raportin e duhur, në mënyrë që ne të lehtësojmë edhe veshkën. Pra veshka është një organ i cili merret me, po themi, pastrimin, eliminimin e organizmit, një filtri i trupit, e sakt, dhe që t'ja lehtësojmë punën edhe veshkës, duhet që edhe ujin që marrim ta kemi sa më në ekuilibër. Dhe e fundit për pas të kalojmë në publicitet, shumë njerëz i kanë vënë që i ripërdorin këto bidonat plastik. Është e gabuar. Shumë fishojmë dëmin që Patjetër.
Patjetër dhe në shumë nivele, se jo vetëm me drejt mikroplastikës. Ne marrim, domethënë personat i kemi parë që marrin dhe qumshtin tek fshatarët në bidona plastik, të cilët mund të jenë shplar larm dhe me ujë të nxehtë, gjë që e riaktivizon siç ju e përmendët. Riciklimi s'ka vetëm rrezikun e mikroplastikës, por ka dhe rrezikun e baktereve, se tham që plastika me kalimin e kohës fillon edhe vjetërohet, po themi. Kështu që fillon lëshon këto elementet që janë të dëmshëm. Ndaj nuk është mirë t'i ripërdorim. Mirë, do të kalojmë në pak publicitet, do të vazhdojmë bisedën më pas. A mund të pastrohet trupi nga mikroplastika, ku detokset që promovohen janë thjesht janë zgjidhje deri diku apo janë thjesht marketing? Ka mënyra treguese? Atëherë unë personalisht do thoja që nuk është se ka një detoks, të cilin ti mund ta marrësh ta pish dhe u pastrove nga mikroplastika. Pra kjo nuk ekziston. Dhe jo vetëm, edhe metalet po përfshim këtu edhe. Tani kjo nuk ekziston. Por ajo që do thoja unë është që nëse ne kujdesemi për mënyrën si ushqehemi, ka disa rrugë me të cilat ne ndihmojmë organizmin ton që të pastrohet. Tani, përpara se ta themi cilat janë këto, vetëm shumë pak që si organizmi ynë i ka këto mekanizma brenda që të vetë pastrohet. Për shembull, ne në mëlçin ton, që është një lloj laboratori, edhe veshkat, pra në mëlçi kemi një sistem detoksifikimi. Pra që na largon toksinat në mënyrë natyrale. Se vetë organizmi gjatë punës së tij prodhon lëndë që janë të më panevojshme dhe duhen nxjerrë nga organizmi. Kështu që ky sistemi na funksionon në kushte normale brenda nesh. Tani këtë ne mund ta ndihmojmë ose mund ta dëmtojmë në mënyrën se si ushqehemi. Po jap dy shembuj fare të thjeshtë nga mënyra të ushqyerit që si ti mund ta favorizosh këtë sistem natyral që të bëhet më eficient. Për shembull, kur në dietën tonë të jetë shumë e pasur me fibra, shumë e rëndësishme. Dhe fibra do të thotë që të ushqehemi me sa më shumë perime, fruta perime, të cilat i përmbajnë këto fibra dhe i përmbajnë në mënyrë natyrore. Pra jo ti marrësh me suplemente, që ti merr vetëm një fibër të caktuar, por merr një ushqim në kushtet e veta natyrore. Dhe çfarë bëjnë këto fibra? Këto, kur ne i procesojmë në aparatin tonë tretës, krijojnë një lloj veshje të mikroplastikës, pra sikur e veshin, e inkapsulojnë, po themi kështu, dhe fibrat na ndihmojnë që të nxjerrim jashtë produktet e panevojshme përmes feçeve, në rastin e aparatit tretës, apo dhe përmes urinës me veshkat. Kështu që në një farë mënyre, pra po të ushqehemi me fibra, ne kemi rritur mundësinë e vetë pastrimit të organizmit. Do thoshe dikush, po mirë edhe këto fruta dhe këto perimet, s'po i kemi më të sigurta se kanë pesticide. Mund të pastrojmë mikroplastikën, por kemi futur pesticidet. Ka një mënyrë për t'i hequr pesticidet? E vërtet është kjo. Tani, pesticidet, po, ka, për shembull kur ne i lajmë zarzavatet apo frutat, mirë është t'i zhysim në një enë me ujë të pastër dhe me pak sodë buke. Me sodë. Është soda ajo që ja heqë pesticidin? Soda bukës shkatron një pjesë, ose i largon të paktën, ose vetë larja me ujë të bollshëm, dhe gjëja më e këshillueshme në këndvështrimin tim është marrja e fruta perimeve kur janë në stinën e tyre. Në sezon. Në sezon. Sepse kur janë në sezon, ato si thua prodhohen vetë, prodhimi është i bollshëm, edhe në një farë mënyrë nuk kanë nevojë të spërkasin shumë pesticide me gjëra, sepse prodhimi vjen. Sepse edhe këtu ka një moment të vogël që në fakt vlen për agronomët që duhet i ndërgjegjësojnë bujqit, të cilët e kanë të nevojshme t'i përdorin për shembull pesticidet për të mirëritur bimët e të kenë rendiment, por ama ka ca si thua kritere për dozat, por edhe për momentin kur vilet produkti dhe kur nxirret në treg. Pra duhet kalojë një farë kohe që si thosh të eliminohen këto sasia e madhe e pesticideve. Kështu që gjitha këto janë gjëra të cilat ne i kemi tejkaluar pak. Pra bujku ynë për të marrë sa më shumë prodhim thot po i hedh, po i hodha dhe pak më shumë. Jo, sa më shumë aq më mirë. Por në fakt ka një shprehje shumë të vyer ose të famshme në historinë e fiziologjisë që thotë që doza është rreziku. Që do të thotë, ti mund të marrësh një produkt, por kur e merr në sasi të vogël nuk të bën dëm, po e kalove pak atë masën të kthehet në të dëmshëm. Për çdo ushqim që konsumojmë, sasia është ajo që sasia bën diferencën. Ne themi shëndoshemi, por kur
ulim dozën, mund të ekuilibrohemi. Kur flasim për mikroplastikën, na shkon mendja sepse ka ndalë edhe për këtë studime të shumta dhe është bërë edhe mediatike. Ne mendojmë se ushqemi i shëndetshëm duke konsumuar peshkun, por edhe aty kemi pasiguri sepse ndoshta janë bërë apo jo edhe këtu në vendin tonë studime që tregojnë mikroplastikën e pranishme dhe jo vetëm në det, ku ne peshkojmë ose blejmë peshkun te peshkatari dhe konsumojmë. Sa e sigurt është? Atëherë, në një nga studimet që ne kemi zhvilluar, në një projekt për 2 nga lagunat më të rëndësishme të vendit tonë, të Karavastas dhe Kunevainit, kemi gjetur kemi matur sasinë e mikroplastikës në ujë, në fundin e lagunave dhe tek organizmat që jetojnë në të, gaforët dhe peshqit. Është kjo gaforja madhe blu që dhe e përdorin në restorante, sepse i bën shishme patjetër. Dhe kemi gjetur në gjitha gaforët që në mblodhën të pranishme mikroplastikën. Dhe pastaj kur kemi analizuar përbërjen e mikroplastikës, pra për të kuptuar origjinën nga vinte, kryesisht ishte materiali që përbëhen shishet, pra qeset plastike që ne përdorim, dhe nejloni që vinte nga rrjetat e peshkatarëve. Këto gaforet për shembull kanë ca kështu duar masha i themi neve, shumë të fuqishme që kur duan t'i shpëtojnë rrjetës se kpusin fijet vogla, ato pastaj zbërthehen si gjithë mikroplastika dhe kalojnë tek ato vetë. Mirë po gaforet ose kafshët më saktë kanë një, ne i quajmë zinxhiri ushqimor. Pra gaforja ushqet me ca organizma më të vegjël se vetja. Peshqit me këto e kështu me radhë. Peshqit dhe ne njeriu jemi në majën e këtij zinxhirit ushqimor. Kështu që nëse gaforja po themi ka 10 copa plastike, ke neve mund bëhen 100, sepse kemi ngrënë gjithë zinxhirin përpara. Kështu që kjo është ideja. Thonë edhe peshku nuk na jep siguri për ta konsumuar, duke qenë se dhe rekomandohet si mish. Po tani edhe këtu prapë gjithmonë vlen, po e përsëris gjithmonë zgjedhja e zgjuar, që do të thotë mos të tentojmë të shkojmë drejt peshqve të kultivuar, të cilët bëhen dhe të mëdhenj, ose në përgjithësi dhe peshku të math në trup. Pra mund të rekomandohet konsumimi peshku të vogël, që ka sardelja ose açuge që i thonë. Edhe këto janë më të mira, se janë dhe më të vegjël, se organizmi sa më i vogël të jetë, për shembull, do përmbajë më pak, dhe nuk ka përfitur aq. Kështu që edhe llojet e egra, pra këto që nuk kultivohen, që dhe këtu është një argument tjetër pastaj, sepse këto ushqehen dhe me suplement, me ushqim shtesë, që hajde të futemi po çfarë përmban edhe ai, po rrim te këto. Pra mund të bëjmë këto zgjedhjet e zgjuara ke dyqani i peshkut, mos blejmë peshkun më të bukur, më të madh, po mund të blejmë këto peshqit e vegjël që nuk na pëlqejnë në sy, po që janë më të shëndetshëm. Nga që ta hapësh temën e mikroplastikës, gjithmonë jemi të rrethuar prej saj. Është thjesht ajo që ju thatë që të jemi më të ndërgjegjësuar. Sepse kjo nuk vjen me shenja konkrete. Është një sëmundje që na merr heshturazi, na vjen heshturazi dhe pastaj kombinuar dhe me faktorët e tjerë arrim në Nuk e kupton, po ca sinjale shoqëria i vëre vetë, për shembull janë rritur, ose ne dëgjojmë nga të afër, nga njerëz janë rritur sëmundjet kardiovaskulare, kanceri i aparatit tretës e të tjera si këto. Me këto nuk dua të them fare që këto gjitha vijnë nga mikroplastika, kanë arsyet e tyre. Por, nëse do ta mendoni që ne nga ky mjedisi i ndotur marrim një koktejl gjërash, pra nuk marrim vetëm mikroplastik, por marrim edhe të tjera, na bëhet një koktejl që edhe sikur secili prej atyre elementëve jo të mirë të jetë në doza të vogla, që në dukje nuk përbëjnë rrezik, por kur mblidhen gjithë bashkë ata përbëjnë një masë që kalon ke niveli i të bërit dëm dhe jo të bërit mirë. Kështu që ju thatë që mikroplastika, mënyra se si hyn në trup është e gjithanshme, duke e konsumuar me anë të frymarrjes, me anë të lëkurës. Pra ne nuk shpëtojmë për ta marrë atë, por mund të bëjmë këto mekanizmat e tjerë të ushqyerit për ta larguar duke rritur sasinë e fibrave. Kur flasim për në ajër, tapetët, mbulesat, enët, gjithçka, jashtë në mjedis, kush na ndikon? Jashtë në mjedis, për shembull, një furnizues shumë i madh i mikroplastikave janë gomat e makinave, të cilat kur ecin rrugëve fërkohen me asfaltin dhe emitojnë ose nxjerrin copëza plastike nga goma. Sikur mos mjaftonte gazi, domethënë edhe mikroplastika. Kështu që edhe është edhe në ajër. Edhe në ditë të nxehta që është akoma më evidente. Patjetër, është edhe në ajër. Kështu që megjithatë ka vende si për shembull Kina,
që ka një numër të lartë popullsie, po edhe përdorimi makinash e tjera, dhe me këto mënyrat të themi të ushqyerit të zgjuar, që do të thotë duke ndihmuar mekanizmat natyral detoksifikus të organizmit, kanë arritur ta ulin me një përqindje të ndjeshme sasinë e plastikave në trupin e tyre. Pra, nuk e bëjmë dot zero, por ama e ulim. Dhe sa do pak ta ulim, na ndihmon ose është në favor të shëndetit të organizmit. Kur do doja tani diçka për zonjat e shtëpisë, sepse kam vërej që ka një lloj ndërgjegjësimi edhe tek detergjentët që përdoren, sepse kalojmë nga ato kanë dhe mikroplastik, po kanë edhe kimikate nga ana tjetër. Që akoma dhe më të dëmshme besoj nga mikroplastika. Si mund t'i shmangim sadopak kimikatet e detergjentëve? Mund të kemi rrugë të tilla cilat janë më të dëmshme, çfarë duhet të lexojmë, çfarë duhet të kemi parasysh, sa detergjent duhet të mbajmë totalisht në shtëpi? Po, për shembull, po marr një rast fare të thjeshtë. Klori është një asgjësues shumë i mirë ose pastrues shumë i mirë i baktereve, gjërave, dhe përdoret edhe në këto gjërësisht, edhe në rroba e përdoret kudo. në larje. Tashti ka anvisa që janë shumë meraklie, edhe përdori me sasi të madhe, lajnë shpinë, lajnë muret, lajnë çdo gjë me klor. Tani klori edhe kur e përdor, të gjithë besoj e kanë vënë re që të fillon edhe të acaron. Gjithë ajo gjëja acaruese janë avuj të këtyre kimikateve që janë të dëmshme normalisht. Dhe sa më shumë të bësh atë gjë dhe ta marrësh, dëmton shëndetin. Kështu që mbase nuk duhet jemi dhe kaq shumë merakli për të pastruar, gati ta bëjmë farmaci shtëpinë, sepse duhet kuptojmë dhe një gjë tjetër, që ne vetë jemi një qenie e gjallë dhe ne kemi nevojë për pak, në thonjza, edhe baktere, edhe gjëra të tjera, në mënyrë që organizmi ynë të mbajë, si thua, në eficiencë mekanizmin tonë mbrojtës. Sepse çfarë është mekanizmi ynë mbrojtës? Janë qeliza që mësojnë sa herë që ndeshin me një gjë të huaj. Kështu që na duhet edhe pak, në thonjza pislëk, jo do më të mos keq kuptojmë, po duhet pak sa për mund të eliminojmë edhe klori duhet të eliminuar. Tek teshat që përdoren për zbardhimin e tyre? Zbardhimin e teshave, nuk kemi pse jemi kaq që të jetë e bardha ajo pafundse. Ka një moment që rroba edhe vjetërohet dhe kur ta lash ndoshta nuk do jetë ajo e bardha verbuese. Edhe mos përdorim dhe kaq shumë detergjent, ose të larët shumë të shpesht, apo përdorimi i këtyre zbucëve, pra sa më pak, sepse zbutësi qëndron aty, nuk është se zbutësi qëndron, tek e fundit është edhe ai kimikat, ndoshta kur pastaj e veshin trupi emeton djerë, sidomos kur bëjmë palestra dhe ato produktet, këto robat edhe djerë sa tregon që hapen pore dhe brenda tyre futen. Dhe ti siç edhe nxjerr eliminon përmes djerës një lloj toksinash, po edhe nga këto. Edhe pak mikroplastike dhe produkte të tjera dëmshme, edhe mund të thithësh. Kështu që çdo gjë e mirë pastaj dhe gjithmonë një gjë të keqe më pas. Dhe e fundit përpara se të ndahemi, tendenca që kanë vajzat e vogla, adoleshentet për të përdorur produktet kozmetike. Shumë studime kanë treguar që kjo lidhet me çekuilibra hormonal, me rritjen një të duhur. Apo i rrisin fëmijët tanë në një botë përveç se të pasigurt, por kaq të pashëndetshme dhe duke i parë me sytë tanë dhe duke u bler vetë me dorën tonë këto produkte. Sa të dëmshme janë ato? Tani patjetër që janë, edhe për shembull, po marr një rast të thjeshtë për një studim që jemi duke e bërë, kremrat e ndryshëm që ne përdorim për të mbrojtur nga dielli, etj, në brëndësinë e tyre, për shembull, kanë nanogrimca, të cilat zakonisht janë aty brenda për të siguruar një veti antibaktericide ose mbrojtëse, por nga ana tjetër, duke u përdorur shumë dhe shpesh, ti e përthith një farë sasi në organizëm. Dhe po të mendosh që ti këtë ekspozime bën që herët, pra rrit kohë zgjatjen e ekspozimit, atëherë është e kuptueshme që në një farë momenti, ndoshta jo vetëm për kësaj, po dhe shtimit të faktorëve të tjerë,
ti mund të mbrish në një pikë që këto mund të të kthehen në dëm. Po si t'ja bëjmë se ne na rekomandojnë mjek përdorni kremin me faktor mbrojtës, dhe ti Kremin nuk lyen pak, po mbrojtës- lyen gjithë trupin. Po tani, për shembull, edhe këtu prapë zgjuar, mund të dalësh në orët e para të mëngjesit, s'ka pse të rish gjithë ditën në diell, sepse edhe dielli ka ato rreziqet e veta, aq më tepër tani që edhe ngroja globale është më, rrezatimi është më i fuqishëm, nuk e pse ri në orët e pikut. Kështu që mund të dalësh herët në mëngjes dhe Që s'është nevojë të përdorësh edhe kremin, apo jo? mund të mos përdorësh ose përdor shumë pak në përca zona që janë delikate. Pra ta ulësh në minimum, se dakor që nuk shpëtojmë dot nga këto, por sa më pak, aq më mirë. Pra çdo gjë është në përveç se dëmit që po na vjen dhe që ndoshta nuk do jemi në kohë për ta shmangur, ndërgjegjësimi është hapi që duhet marrim të gjithë. Është e vërtetë, ai Doza, mbetet. mbrojtja dhe eliminimi i këtyre, siç tham, sendeve që na rrethojnë për të shmangur sa do pak ngarkesën, si me metale, si me mikroplastika apo me kimikate. Faleminderit zonja Aliko për kohën tuaj dhe për shpjegimin që i bë temës. Faleminderit juve për mundësinë që më dhat për të sjell në mënyrë të thjeshtuar ato që ne bëjmë çdo ditë në laborator. Faleminderit dhe një herë, biseda do të jetë edhe në kanalin tonë në YouTube. Kalofshi një ditë të bukur. Faleminderit që na ndoqët.